Nderuar shikues, mirë mbrëma, ja ku jemi sot prap në podcastin e radhës në Okult, Okult histori ose Okult mister, si të doni mund ta quajmë këtë emision. Temën po ja u them që në krye të radhës është një trajtim që ka bërë një ish prift jezuit, më vonë i kthyer në protestant, i cili quhet Alberto Rivera, që është nga ishujt e Spanjës dhe ka qenë, sipas pretendimeve të tij, jezuit, por Vatikani e ka mohuar që ai ka qenë jezuit. Ka dhënë intervista të ndryshme gjatë kohës tij kur ka jetuar në Amerikë. Vatikani me gjithë atë fuqinë e vet është përpjekur nëpërmjet shtypit të shkruar apo mediave ta paraqitë Alberto Riverën si një njeri jo i vërtet, jo korrekt, pasi ai ka folur shumë gjëra për Vatikanin. Unë në një emision në një televizion kombëtar, para pak ditësh theksova diçka e cila do të jetë edhe tema jonë, të cilën unë nuk pretendoj ta mbroj, por kam dëshirë ta elaboroj dhe ta përhap, sepse parimi jonë është parimi që thot Krishti në Ungjil, tell the truth and the truth shall set you free. Thuaj të vërtetën, sepse vetëm e vërteta të çliron ose të bën të lirë. Pra ne duhet i paraqitim të gjitha, dhe ky është podcasti i lirisë dhe podcasti ku thuhen të gjitha gjërat lirshëm, por sigurisht jo çdo gjë që thuhet tu nuk është e vërteta absolute. Ju keni të drejtë të dyshoni, të mendoni sipas atij parimit që ju kam thënë të Descartesit, cogito ergo sum, mendoj, pra ekzistoj, duhet të mendoni për gjithçka. Ndoshta mund të jetë edhe kështu, por ndoshta dhe mund mos jetë kështu. Dyshimi është ajo që na afron afër të vërtetës. Para se të filloj, dëshiroj t'ju kërkoj edhe një herë të gjithë atyre që ynë kënaqen këtu duke marrë informacione, por që në fund, kur ne ju themi në fillim të emisionit dhe në fund, shkelni një subscribe, atje bëuni antar, sepse ne kemi ca lehtësira kur kalojmë numrat saktuar të abonentëve, ata nuk e ngrenë kishtin dhe të shtypin një subscribe. Është një lloj sikur të shkosh në një shfaqje teatri, të shikosh artistët të cilët të kënaqin me shfaqjen e tyre, dhe të mbushin mbrëmjen dhe të fusin në mendime pozitive, dhe ti kur ata mbaron shfaqja paraqiten para, ti nuk ju bën një duartrokitje sepse mendon thua, po sikur kjo duartrokitja time të ketë ndonjë vlerë për ata. Jo, nuk do ta bëj, edhe i mban duart tu poshtë. Pra nuk bën subscribe të gjithë ata që janë të interesuar për emisionet tona dhe që më ndjekin në rrjetet sociale prej shumë vitesh. Unë kam rreth 100.000 ndjeksa në të gjitha rrjetet sociale, në Facebook, në Instagram, në Facebook kam 2-3 faqe, dhe të gjithë bëjnë mbi 100.000 shikues. Sikur vetëm 10% prej tyre të bënin subscribe për një periudhë 7-8 muaj që kam unë që e kam hapur podcastin, do të kalonin për një herë 10.000 shikues. Mirë po jo, nuk bëjnë. Edhe po t'ju thuash, ore, m'jepni një gur të çaj kokën. Mos kush e di, kjo e çara e kokës i bën mirë këtij, jo, nuk do t'ja jap. Kështu mendojnë ata që nuk e ngrenë gishtin dhe të bëjnë tak një klik atje ku thot subscribe. Tashi dua të falenderoj të gjithë sponsorat e emisionit ton, të cilët dalin vazhdimisht në krah. Ne kemi një numër telefoni nëpërmjet cilit mund të komunikojmë me SMS, dhe njëkohësisht ata që duan ta shikojnë me titran çfarë do lloj gjuhë tashmë YouTube e lejon që emisionet dhe videot në gjuhën shqip të titrohen me gjuhë të ndryshme. Tashi, hyjmë në temë. Dua të them që nuk duhet të ketë asnjë keq kuptim dhe asnjëri nuk duhet të mendojë që Alfredi është kështu, Alfredi është ashtu. Unë jam një studius, nuk jam ateist, e kam thënë me 10 raste,
jam deist, pra besoj ke Zoti, që ekziston Zoti, dhe mendoj që një mendje e madhe universale e ka krijuar këtë ambientin ton, këtë botën ton, ku në frekuenca të ndryshme mund të ekzistojnë botë të ndryshme. Por, me qenë se ne jemi më të sigurt kur jemi ke fusha e perceptimit, pra ke fusha e ndjenjave, të paktën të flasim për të botën tonë, që e shikojmë, e ndjejmë, e nuasim, e shijojmë, ushqehemi për saj, dhe mendojmë që ekziston vërtet dhe ne ekzistojmë vërtet dhe gjithë realitet kaq të bukur kur ne ngazëllehemi, kur shikojmë natyrën, kur mendojmë për jetët e të parëve tanë, kur shikojmë lart në qej, universin dhe mendojmë çfarë është kjo botë kështu kaq e madhe, kush e ka krijuar, kur është krijuar për të parë njerëzimi, kur është krijuar flora, kur është krijuar fauna, kur është krijuar vetë toka, dhe këto pyetje i kam bërë të gjithë me radhë. Deri në vitet 1300 të paktën, bota e mesdheu, dhe në vitet 1300 para Krishtit, kur filloi feja monoteiste e para abrahamike, që është feja e çifutëve, Mojsiu, njerëzit kanë qenë pagan, pra kanë pasur ato fete ndryshme, sidomos gjithçka e kanë lidhur në mënyrë të mistershme, çdo gjë që nuk e kuptonin, kishin fen emra të ndryshme të atyre që ata besonin që mund t'ju sillnin fatkeqësi ose mund t'ju sillnin të mira. Kjo botë e interpretimit shpirtëror, që është bota dualiste e ekzistencës fizike të njeriut, ajo shqiponja me dy koka ndoshta është personifikimi i ekzistencës tonë, që jemi botë fizike dhe botë shpirtërore e panjohur. Mund të jetë vërtet e krijuar nga dikush mbas krijimit të perandorisë së krishterë të lindjes, ose krijimit të qytetit të Konstantinopolës dhe krijimit të perandorisë bizantine mbas gjysmës së dytë të shekullit të katër. Thuhet që janë dy botët ose dy qendrat e krishtërimit, që një ishte Roma dhe një ishte Konstantinopoli, ose qyteti Bizantit, siç quhej përpara, sot quhet Stambolli, nga turqit, mbas vitit 1453, kur turqit e morën qytetin e Konstantinopolit. Megjithatë, edhe kryqi është një simbol dualizmi që tregon botën fizike, botën shpirtërore që lidhet me qiellin, dhe botën fizike që është sipërfaqja e tokës. Domethënë, ka njerëz të ndryshëm që e mendojnë në këtë mënyrë, pra është krijesa e njeriut i cili ka dy botë, dhe të flasësh për këto çështje, sigurisht që është një diskutimi pafund, që sikush ka ato mendimet e veta, dhe unë e di që do fillojnë të shkruajnë shumë ndjekës tanë, të cilët do bëjnë komentet e tyre sipas mendjes së tyre. E rëndësishme është që ne me temat që sjellim hapim dritare dhe krijojmë një mendim që shikohet se mund të jetë edhe kështu. Mendohet, ti e di vetë pasaj se çfarë do zgjedhësh. Gjithmonë duhet të jemi open mind, gjithmonë duhet të kërkojmë pafund drejt të vërtetës, dhe të jemi dhe klarvojant, si quhet në anglisht. Pra të krijojmë kulturën tonë nëpërmjet studimeve tona, dhe jo t'i marrim gjërat si atu të dhëna një herë përgjithmonë, qoftë edhe nga librat e shenjtë, edhe mbi të cilët duhet të dyshojmë. Një nga këto tema është krijimi i katolicizmit dhe krijimi i
islamit. Katolicizmi u kryua ose pretendohet se u kryua në Vatikan, në kodrën që quhej Vatikus, do të flas më vonë për ta, dhe sipas priftit Albert Riviera, është krijuar nga pasardhësit e fesë pagane të Babilonisë. Po çka ka thënë Alberto Rivera në lidhje me Vatikanin dhe me Islamin, i cili sipas pretendimeve të tij, Vatikani ishin pasardhësit e sundimtarëve të Babilonisë të shkatruar, të cilët vendosën pushtetin e tyre mbi të krishterët në Rom, duke marrë kontrollin e pushtetit fuqishëm shpirtëror, dhe që në momentin kur ra perandoria romake, Vatikani ishte ai që sundoi ish perandorin e perëndimit, domethënë perandorin romake ose perandorin e krishterë, dhe deri në vitin 1500 që filloi rilindja, Vatikani ka pasur periudhën e mesjetës, pra ka qenë një periudhë errësire ku perëndimi ra në errësirë dhe pak ngjarje mbahen mend në atë 1000 vjet. Tashi, çfarë thot Alberto Rivera? Alberto Rivera thuhet që për shkak të këtyre deklaratave që ka bërë në disa revista si në Cornerstone, është marrë në pyetje, ai thotë se ai pretendohet që është elmuar dhe ka vdekur me kancer, si thuhet paktën në jetëshkrimin e tij, nga shtylla e Kurizit, por thuhet që ai është elmuar si dhe disa të tjerë nga shërbimi sekret i jezuitëve. Alberto Rivera thotë se Vatikani krijoi fenë islame për të shkatruar Jeruzalemin dhe ebrejt. Njëkohësisht, Vatikani kërkonte që nëpërmjet islamit të nënshtronte të krishterët e vërtet, sidomos në Afrikën e Veriut, ku Vatikani kishte mosbindje ndaj qendrës që ata po përpiqeshin të krijonin për të krishterët. Çfarë thotë Alberto Rivera? Ai ka thënë, feja e falsifikuar ishte katolicizmi romak, që në zbulesën 17 pesët, domethënë që kishte ardhur nga Babilonia, që në zbulesa 17:5 në Ungjil thuhet se misteri Babilonia e madhe, nëna e prostitutave dhe e neverive të tokës, kishte marrë kontrollin e të krishterëve. Vatikani u ngrit për të bllokuar Ungjillin, për të masakruar besimtarët e vërtet në Krishtin dhe për të krijuar një fe e cila do të sundonte dhe do të krijonte luftra për t'i dhëur kombet me verën e kurvërisë së saj, siç në fakt ka ndodhur gjatë historisë sipas Alberto Riverës. Vatikani, thotë ai, donte të krijonte një mesia për arabët, dike që ata mund ta ngrinin si një udhëheqës të madh, një njeri që kishte karizëm, të cilin ata mund ta trajnonin dhe përfundimisht, ja ky është Alberto Rivera, përfundimisht të bashkonin të gjithë arabët jo katolik pas tij, duke krijuar një ushtri të fuqishme që në fund do të pushtonte Jeruzalemin për llogari të papës. Sepse Jeruzalemi kontrollohej nga gjujshët dhe Vatikani e kishte të vështirë ta merrte qytetin e shenjtë dhe të rëndësishëm për të treja fetë abrahamike ta merrte nën kontroll. Bëhet fjalë për shekullin e 6 dhe të 7, kur ka lindur Muhameti në vitin 671 dhe ka vdekur në vitin 730. I elmuar ka mundësi sepse Muhametin 2-3 vjet para se të vdiste u përpoqën ta elmonin bashkë me një
Sahab, një nga ata shokët e vet të luftës pas një betejë ku një grua gjujshe ju serviri mish dhe në kofshët të cilën e pëlqente Muhameti për të ushqyer, ajo kishte vënë një elm të rrezikshëm dhe Sahabi vdiq pasi e gëlltiti copën e mishit, kurse Muhameti e kafshoi, por e nxori sepse e ndjevi që ishte helmuar, dhe kur e kapën këtë gruan, ajo deklaroi që desha të vërtetonja nëse ishe profet apo jo, se po të ishe profet, Zoti do të shpëtonte dhe nuk do ushqeshe me mishin e helmuar. Dhe tash u binda që ti je profet dhe thuhet që ai e fali pas këtij konstatimi. Papa veproi shpejt dhe nxori bula duke u dhënë generalëve arab lejen për të pushtuar kombet e Afrikës së Veriut dhe për të masakruar të krishterët të cilët nuk i bindeshin Vatikanit. Vatikani ndihmoi në financimin e ndërtimit të këtyre ushtrive islamike në këmbim të 3 favoreve. Të eliminoheshin ebrejt dhe të krishterët që kërkonin të përhapnin, besimtarët e vërtet që kërkonin të përhapnin Ungjillin, të mbronin murgjit augustinian të cilët ishin të lidhur me Vatikanin dhe kërkonin të merrnin në kontroll gjithë krishtërimin në lindjen në detin Mesdhe, në Afrikë dhe në vende të tjera, dhe të pushtoi Jeruzalemi pika e tretë për shenjtërinë e tij në Vatikan, thotë morgu të cilën foton e të cilit sapo e hoqi regjia Alberto Rivera. Me kalimin e kohës, fuqia e Islamit u bë jashtëzakonshme, ebrejtë krishterët e vërtet u masakruan dhe Jeruzalemi ra në duart e tyre. Jeruzalemi është marrë ndoshta në vitin 637, është marrë në kohën e kalif Omarit ose Omerit, i cili ka qenë kalifi i dytë mbas Abu Bekrit, i cili ishte mbas Muhametit. Kur papa ju kërkoi muslimanëve Jeruzalemin, ai u habit nga mojimi i tyre. Generalët arab patën një sukses të tillë ushtarak, saqë nuk mund të friksoheshin me nga papa. Asgjë nuk mund të qëndronte pengesë planit të tyre për të zgjeruar. Ju lutem foton që është bërë nga piktori Nicolas Poussin në vitin 1637, 1000 vjet mbas rënies pikturin, ju lutem regjia, mbas rënies të Jeruzalemit, unë e kam përzgjedhur këtë pikturë. Ja ku është piktura. Si e krijoi Vatikani Islamin? Alberto Rivera thotë se këto dituritë e veta i ka marrë në librat e ndryshëm që ka lexuar të sekret që ndodhen në Vatikan, dhe këto i ka deklaruar pasi u bë prit protestant, dhe ai ka botuar dhe në një botim që quhet Profeti i botuar nga Chic Publication, mund ta kërkoni edhe në internet, po box 662 Cinoca 91 708 e keni në mund të kërkoni në Google. Që nga botimi i tij pas disa përpjekjeve të pasuksesshme për jetën e tij, ai vdik siç u thash papritur nga elmimi prej ushqimit. Ai thot, ajo që do t'ju tregoj është ajo që mësova në takime sekrete në Vatikan kur isha prift jezuit në mbetim dhe në induksion. Një kardinal jezuit që quhej Agustine Bea na tregoi ne se sa me dëshpërim e dëshironin katolikët romak marrje në kontroll të Jeruzalemit qysh nga fundi i shekullit të tretë, pa u bërë fe zyrtare, krishtërimi i cili dihet që është bërë në çerekun e parë, në fund të çerekut të parë të shekullit të 4, nga Konstantini i Madh, pra pas vitit 325. Për shkak të historisë të fetare dhe vendodhjes strategjike, qyteti i shenjtë konsiderohej nga katolikët një thesar i paçmuar. Duhet të artohej një skem për ta bërë Jeruzalemin një qytet katolik romak. Dhe u pa se kishte një burim të madh të pashfrytëzuar të njerëzve që mund ta bënin këtë punë, dhe këta ishin fëmijët e Ismailit. Arabët e varfër, thotë Morgu, ran viktim e njerit prej planeve më të zgjuara të artuara ndonjëherë nga fuqitë e errësirës.
Të krishterët e ershëm shkuan kudo me ungjillin, duke ngritur kisha të vogla, por ata në fakt asën një kundërshtim të ashpër në popujt ku ata u përpoqën të futeshin. Si hebrejt, edhe qeveria romake në fakt i kanë persekutuar besimtarët në Krishtin për të ndaluar prapjen e krishtërimit. Për këtë ne kemi bërë disa emisione para një viti, mund t'i shikoni persekutimit krishterëve të vërtet nga Roma pagane. Por hebrejt u rebeluan kundër Romës, siç dihet nga historia, dhe në vitin 70 pas Krishtit ushtrit romake në generalin Titus kanë bërë një thertore, kanë kryuar një banjë qaku në Jeruzalem afër tempullit Solomonit, dhe këta pikërisht e kemi mësuar nga librat e historisë, kur perandori Titus e shkatroi Jeruzalemit dhe tempullin e dytë të Solomonit. Në përmbushjet profecisë së Krishtit në Mateu 24:2, ku Krishti ju thotë rabinëve që po e dënonin dhe po e gjykonin dhe që e dënuan me vdekje, ju thotë që do të vi dita shumë shpejt kur perdet e tempullit tuaj do të shqyen. Në këtë vend të shenjtë, kur dikur ndodhet tempulli, sot ndodhet xhamia tempulli Solomonit, domethënë sot ndodhet xhamia Kupolës së Shkembit ose xhamia Al-Aqsa, siç i thonë muslimanët, e cila qëndron si vendi i dytë më i shenjtë i Islamit. Ndryshime rrënjësore ishin duke ndodhur, korrupsioni, apatia, lakmia, mizoria, perversiteti dhe rebelimi po e gryenin në fakt perandorin romake, dhe ajo po shembej. Persekutimi kundër të krishterëve ishte i pavlerë, sepse ata po vazhdonin të jepnin jetën e tyre për ungjillin e Krishtit. Madje shumë të rinj filluan të hynin në krishtërim, sepse krishtërimi nuk i linte fëmijët e vet të shkonin ushtarë për llogarit perandorisë romake, dhe ata kur kërkonin të rekrutonin për në luftë, thonin ne jemi të krishterë, ideologjia jonë fetare është paqja dhe jo lufta, jo gjaku dhe por kryqi, dhe ne nuk vim në luftë. Dhe për këtë arsye, Konstantini me disa njerëz të tjerë u menduan dhe thanë, këtë që s'mund ta bëjmë me forcë, mund ta bëjmë me tru. Një armik që se mundot, bëu me të hyr brenda dhe pushtohen nga brenda. Dhe pikërisht këtë u përpoq të bënte perandoria romake, por në fakt ata që e pushtuan gjysmën e dytë shpirtërore të njeriut ose krishtërimin në Romë, në Vatikan, ishin pasardhësit e elitës së perandorisë së vjetër babilonase, që ishte shembull shekuj përpara. E vetmja mënyrë që Satani mund të ndalonte këtë sulm ishte që të krijonte një fe të remë të krishterë për të shkatruar veprën e Perëndisë, dhe zgjidhja u pa në Romë. Feja e tyre kishte ardhur, siç u thash, nga Babilonia lashtë, dhe ajo që nevojite ishte vetëm një ndryshim i pamjes. Kjo nuk ndodhi sigurisht brenda natës, thot Rivera, por filloi me shkrimet e etrëve të ershëm të kishës që hodhën rrejnë të tyre në Vatikan. Nëpërmjet shkrimeve të tyre do të merrte formë një fe e re me themelet e vjetra të Babilonisë. Statuja e Jupiterit në Rom përfundimisht u quajt Shën Pjetër, ndërsa statuja e Venusit u quajt Virgjëresha Mari. Vendi zgjedhur për selin shpirtërore të krishterë ishte njëra nga 7 kodrat e quajtur Vatikanus, që në kuptimin e banorëve vendas do të thoshte vendi i qarpërituit, ku ndodhej dhe një tempull satanik i Anusit. Pra, katolicizmi romak ishte një fe e madhe falsifikuar, që në fakt nuk ishte gjë tjetër veç se Babilonia e madhe, siç u thash, nëna e prostitutave dhe neverive të tokës. Ajo u ngrit për të bllokuar ungjillin dhe për të masakruar besimtarët në Krisht. 3 fe abrahamike kanë një gjë të përbashkët, secila ka një vend
të shenjtë ku ata kërkojnë udhëzim. Katolicizmi romak sheh Vatikanin si qytetin e shenjtë, ebrejt shohin murin e vajtimit në Jeruzalem, ndërsa muslimanët shohin Mekën si qytetin e tyre të shenjtë. Secili nga këto grupe beson se merr lloje të caktuara bekimesh nga Zoti për pjesën tjetër të jetës së tij, pasi viziton vendin e tyre të shenjtë. Në fillim vizitorët arab sillnin në shtëpinë e Zotit, aty ku ndodheshin rojet e Qabes, pra në vendin më të shenjtë të muslimanëve që është Qabja, sillnin dhurata. Dhe rojet e Qabes nuk dëshin t'i ofendonin këta njerëz dhe i lanë që t'i sillnin këto dhurata para se të Muhamedit të shpallte Kuranin dhe Islamin, dhe këta i morën dhe i hodhën në një pus ujë aty që quhej ujë Zemzem. Dhe ebrejt e shikonin Qaben si një tabernakull të jashtëm të Zotit, e adhuronin dhe e shikonin me nderim deri në momentin kur paganët arabë filluan ta ndotnin Qaben me dhuratat e tyre politeiste. Një pamje nga Meka moderne sot ju kam dhënë, po ky është Qabja, guri Qabes në Mekë, ka pasur një grindje fisnore aty për një pus që quhej Zemzem, siç e thash, dhe shumë vite më vonë, pasi aty pusi ishte zënë me këto dhuratat që sillnin paganët, gjyshi i Muhamedit, Abdul al-Mutalibi, pasi u dhanë disa vizione, ju tregua se ku ishte pusi pikërisht në çfarë vend dhe thesaret që ishin hedhur aty në thonjza. Ai u bë në fakt heroi Mekës kur e zbuloi ujin Zemzem, dhe ky ishte babai i Abdullahut, Abdullah al-Mutalibi, i cili vdiq para se të lindte Muhamedi, dhe gjyshi i tij dhe babai i profetit tjetër, i kalifit të 4, profetit Ali, Abu Talibin, mos gaboj, xhaxhai, një nga xhaxhallarët, sepse kishte 3 xhaxhallar profeti Muhamet, dhe njëri ishte kundërshtar i Islamit, njëri ishte dëshmor i Islamit, ishin nga dëshmorët më të mëdhenj, dhe Abu Talibi nuk u bë musliman si Aliu djali i tij dhe nipi i tij Muhameti, por e mbrojti në fakt Muhamedin nga viti 5, pasi ai kishte deklaruar se ishte profeti i fundit, të cilit po i shpallej Kurani, dhe në vitin e 5 ai u largua në fakt nga Meka dhe iku në drejtim të Medinës. Në këtë kohë, pak më përpara se të ndodhnin këto ngjarje me gjyshin e Muhamedit, në fillim të shekullit të 5, ju thash që Muhamedi, mund ta heqësh foton, ju thash që Muhamedi është i datëlindjes 671, pra ka lindur në shekullin e 7, ndërsa Agustini ka qenë në Afrikën e Veriut, por edhe në Rom ka vajtur, ka qenë lektor bashkë me nenën e tij, ka qenë në fillim çerekun e parë të shekullit të 5, pra deri në vitet 430, dhe Agustini u bë peshkopi i Afrikës së Veriut dhe ishte shumë efektiv për të bindur dhe shumë arab, duke i kthyer ata në katolik para, domethënë rreth 200 vjet para Muhamedit, 230 vjet para se të lindte Muhamedi, ose 250 vjet, dhe ai kishte arritur, kishte bërë disa arab, i kishte kthyer në krishtërim në bindjen e katolicizmit. Në kohën që Muhamedi filloi të rriteshe në Mekë, ra një sëmundje që ishte murtaja, dhe
shumë nga këto familjet e pasura, ose të mesme, arabe në Mekë, i larguan fëmijët e tyre në shkretë të tirë me beduinët, edhe për t'i stërvitur, por edhe për t'i larguar nga infeksionet e mundshme të murtajës. Më pas Muhametit i vdiq nëna dhe gjyshi, dhe Muhameti, siç u thash, e vazhdoi rritja. Abu Talibi, babai i Aliut, thuhet se kur një prift romak qëndroi me Abu Talibin dhe me Muhametin, e pyeti për identitetin e tij, dhe më pas ai i tha Abu Talibit: "Merre djalin e vllait tënd dhe çoje përsëri në vendin nga keni ardhur, por mbroje atë nga hebrejt, sepse për Zotin, i tha, nëse e shohin dhe dinë për atë që di unë, do të bëjnë të keqen më të madhe kundër ti. Gjëra të mëdha e presin djalin e këtij vllait tënd, ormik, i thot Murgu katolik." I cili ishte një eremit në shkretë të tirë. Murgu katolik, në fakt, me këtë deklarat kishte ndezur sjaret për persekutimet e ardhshme të xifutëve nga njerëzit e Muhametit. Vatikani e donte me dëshpërim Jeruzalemin për shkak të rëndësisë tij fetare, siç u thash. Një problem tjetër i madh për Vatikanin ishin të krishterë dhe vërtet të Afrikës së Veriut që predikonin ungjillin. Katolicizmi romak po rritej në fuqi, por nuk mund të lejonte dot kundërshtimin e tyre. Ata kërkonin të krijonin një armë si kundër hebrejve, ashtu dhe besimtarëve të vërtet të krishterëve, siç u thash dhe më përpara. Vatikani donte të krijonte një mesia për arabët, dikë që ata mund ta ngrinin, këto janë fjalët e Murgut gjithmonë. Dikë që ata mund ta ngrinin, Alberto Pereirës, dikë që ata mund ta ngrinin si një udhëheqës të madh, një njeri me karizëm të cilin ata mund ta stërvitnin dhe përfundimisht të bashkonin të gjithë arabët jo katolik, pas ti duke krijuar një ushtri të fuqishme që në fund do të pushtonte Jeruzalemin për llogarit të papës. Kardinali Bea, që ja u citova më përpara, siç thotë jezuiti Alberto Rivera, deklaroi përpara jezuitit se një zonjë pasur arabe, e cila ishte ndjekse besnike e papës dhe një murgesh arabe, luajti një rol të jashtëzakonshëm në këtë dramë. Ajo ishte një vejushë me emrin Hatixhe. Ajo ja dha pasurinë e saj kishës dhe u tërhoq në një manastir. Por asaj u dha një detyrë. Ajo duhet të gjente një të ri të shkëlqyer që mund të përdore nga Vatikani për të krijuar një fe të re dhe për të bërë mesia për fëmijët e Ismailit. Hatixheja dihet që Ismaili ose Ishmaeli është një nga djemt e profetit Abraham, i cili ka jetuar 600 vjet ose 650 vjet para Mojsiut, domethënë bëhet fjalë kur ai lindi dy djem. Një e lindi me Sarën, me gruan e vet legjitime nga rrjedhin e brendtë, dhe një e lindi me Egarën, që ishte shërbëtorja e Sarës dhe që lindi Ismailin ose Ishmaelin, të cilët i çoi sipas tregimeve të librave të shenjtë, pasi lindi me Sarën në një moshë të madhe, e çoi në Mekë dhe e çoi afër aty ku gjend ujë Zemzem, pikërisht prej Ibrahimit, për të jetuar. Dhe nga këta rrjedhin arabët, hebrejnë arab. Hatixheja kishte një kushëri të quajtur Varakua, i cili ishte një katolik romak shumë besnik dhe shumë i stërvitur nga Vatikani, i cili e vendosi atë në një rol si këshilltar i Muhametit. Ky pati një ndikim të jashtëzakonshëm tek Muhameti. Gjithashtu Muhametit të ri u dërguan mësues dhe ai mori një trajnim intensiv. Muhameti në fakt studioi veprat e Shën Agustinit, të cilat e përgatitën atë për thirrjen e madhe.
Agustini në fakt ishte edhe neoplatonist. Ata që kanë studiuar filozofi e dinë se çdo të thotë neoplatonizmi është një përzierje e ideve të platonizmit me idet e një studiuesi Plotini të ri i cili ka jetuar në shekullin e tretë. Vatikani i kishte dërguar arabët katolik në të gjithë Afrikën e Veriut që të përhapnin historinë e një njeriu të madh që ishte gati të ngrihej midis arabëve dhe që do të ishte i zgjedhuri i Perëndis në radhët e tyre. Pra murgjit katolik arab po e përhapnin këtë ide para se të dilte Muhameti. Ndërsa Muhameti po përgatitej, atiu tha se armiqt e tij ishin e brejtë dhe të krishterët e vërtet katolik, të krishterët e vërtet që përhapnin ungjillin në Afrikë. Aty u mësua se tjerët që e quanin veten të krishterë pa nënshtrim ndaj Vatikanit në fakt ishin mashtrues të ligj dhe duheshin ekzekutuar. Dhe shumë myslimane besonin këtë. Muhameti filloi të merrte zbulesa ynore dhe kushuriri katolik i gruas së tij Varakua ndihmojnë në interpretimin e tyre. Nga kjo doli Kurani, thotë murgu jezuit Alberto Parreira. Ne nuk marrim përsipër fare të tregojmë se si është e vërteta dhe çfarë mendojmë. Nuk duam të bëjmë debat me askënd, ne thjesht themi disa të vërteta që na duken interesante dhe që janë shumë të rëndësishme, pak rëndësi ka se sa të besojnë. E vërteta nuk ka lidhje me numrin e atyre që besojnë. Mund të jesh një dhe të kesh të vërtet, dhe mund të kesh përballë 1 miliard dhe mos kenë të vërtet. Mos kenë të drejtë në të vërtetën e tyre. Muhameti filloi të merrte, siç u thash zbulesa, në vitin e 5 të misionit të Muhametit, përndjekja filloi kundër idhtarëve të tij sepse ata refuzonin të adhuronin idhujt në Qabe, siç u thash që mbizotëronin deri në këtë kohë. Muhameti udhëzoi disa prej ndjekësve të tij të iknin në Abisini, ku Negusi, mbreti katolik romak i Abisinis i pranoi sepse kishte marrë urdhër nga Vatikani dhe pikpamjet e Muhametit mbi Virgjëreshën Mari ishin shumë të ngjashme me doktrinën katolike romake. Myslimanët që shkuan në Abisini morën menjëherë mbrojtje nga mbretërit katolik për shkak të zbulesave të Muhametit. Më vonë Muhameti e pushtoi Mekën dhe Qabeja u pastrua nga idhujt. Historia vërteton se përpara se të ekzistonte Islami, sabejt në Arabi adhuronin Perëndinë e Enës, e cila ishte e martuar me Perëndinë e Diellit. Ata lindën 3 perëndesha që adhuroheshin në të gjithë botën arabe si bijat e Allahut. Një idhull që është zbuluar nga gërmimet në Hazor të Palestinës në vitin 1950, tregon Allahun të ulur në një fron me gjysmë henën të varur në gjoksin e tij. Muhameti pretendonte se kishte pasur një vizion nga Allahu dhe ishte thënë, ti je i dërguari i Allahut. Kjo e filloi karrierën e tij si profet dhe ai mori shumë mesazhe. Në kohën kur Muhameti vdiq, feja e Islamit ishte bërë shumë shpërthyese, pra në vitin 1730. Fiset nomade arabe po bashkonin forcat në emër të Allahut dhe profetit të tij Muhamet. Disa nga shkrimet e Muhametit u vendosën në Kur'an, të tjerat nuk u botuan kurrë. Ato tani janë në duart e njerëzve të shenjtë të rangut të lartë, ajatollahëve në besimin islam. Dhe më pas Murgu ka deklaruar Alberto Parreira se kur kardinali Bea ndau me ne në Vatikan këto mendime, ai tha se këto shkrime ruhen sepse përmbajnë informacione që lidhin Vatikanin me krijimin e Islamit. Të dyja palët kanë aq shumë informacione për njëra tjetrën saqë nëse zbulohen, mund të krijohet një skandal i tillë që do të ishte një katastrofë për të dyja fetë. Në librin e shenjtë Kuranin, Krishti konsiderohet si një profet, kurse Papa ishte përfaqësuesi i tij në tokë. Prandaj, ai duhet të konsiderohet dhe si një profet i Zotit nga myslimanët.
Kjo beri që i thartë e Muhametit ta kishin frikë dhe ta respektonin papën si një tjetër njeri të shenjtë. Papa veproi shpejt dhe lëshoi bula duke u dhënë gjeneralëve arab lejen për të pushtuar kombet e Afrikës së Veriut. Vatikani ndihmoi me financimin që i jepte muslimanëve ushtrive të tyre në këmbim të tre favoreve, siç ja u thash, të eliminohen e brendit krishterët, të mbrohen murgjit agustinian dhe katolikët romak në Mesdeon e Jugut, të pushtohet Jeruzalemi për llogarit të papës. Me kalimin e kohës, fuqia e Islamit u bë jashtëzakonshme, hebrendet krishterët e vërtet u masakruan dhe Jeruzalemi ra në duart e tyre, siç ja u shpjegova. Katolikët romak augustinian nuk u sulmuan kur asfaltoret e tyre gjatë kësaj kohe. Po kur papa ja u kërkoi muslimanëve të ja kthenin mbrapsht Jeruzalemin, ai u habit nga mojimi i tyre. Në ndrejtimin e Varakwah, Muhamedi shkroi se Abrahami e ofroi Ismailin si flim. Bibla thot se Isaku ishte flimi, pra djali i Sarës, jo djali i Egarës. Por Muhamedi e hoqi emrin e Isakut dhe futi emrin e Ismailit. Si rezultat i kësaj dhe i vizionit Muhamedit, muslimanët fanatik ndërtuan një xhami, atë që sot quhet Xhamia Al-Aqsa ose kupola e shkembit në nder të Ismaelit në vendin e tempullit të Solomonit, tempullit të dytë të Solomonit, që u shkatruan vitin 70 pas Krishtit nga generali Titius. Prandaj Jeruzalemi është vendi i dytë më i shenjtë në besimin islam. Ju lutem regjia një foto të Xhamisë Al-Aqsa. Papa e kuptoi se ai kishte krijuar një ushtri që kishte dalë jashtë kontrollit, ushtrinë e arabëve, dhe ata kishin filluar ta quanin shenjtërinë e tij të pabesë. Gjeneralet muslimanë ishin të vendosur në fakt të pushtonin botën për Allahun dhe tani ata po i drejtoheshin Evropës. Ambasadorët islamik ju afruan papës dhe i kërkuan bula papnore që ai t'i lejonte për të pushtuar vendet e Evropës perëndimore. Vatikani në fakt ishte i ndinjuar, por lufta ishte pashmangshme. Pushteti toksor dhe kontrolli botës konsideroheshin e drejta themelore e papës. Ai nuk do të mendonte kur të ndante atë me ata që i konsideronte pagan. Kështu thot jezuiti Alberto Parreira, papa ngriti ushtrit e tij dhe i quajti ato kryqëzata për të penguar fëmijët e Ismailit të pushtonin Evropën katolike, dhe kryqëzatat zgjatën 2 shekuj e gjysmë dhe Jeruzalemi përsëri i shpëtoi nga duart papës për shkak se e morën përsëri muslimanët. Ajo që sot quhet Turqia Aziatike ra, por dhe Spanja dhe Portugalia u pushtuan nga forcat islamike. Në Portugali, Vatikani quajti një fshat malor Fatima në nder të Fatimes, vajzës së Muhamedit, që kur nuk e kishte ndëruar se do të bëhe një ditë e famshme në botë. Vite dhe dihet se profeti Muhamet thoti që Fatimja është femra e dytë më e shenjtë në botë mbas Maris, nënës Jezu Krishtit. Vite më vonë, kur ushtrit muslimane ishin gati në ishujt e Sardenjës dhe Korsikës për të pushtuar Italinë, pati një problem serioz. Generalet islamike kuptuan se ishin shtrirë shumë larg dhe ishte koha për të biseduar për paqe. Dhe një nga negociatorët ishte Francesku i Asizit, i cili dihet që ka jetuar në shekullin e 12-13. Si rezultat, muslimanëve ju lejuaj që të pushtonin Turqinë e sotme aziatike, duke hyrë në një botë kryesisht të krishterë, por katolikëve ju lejua të pushtonin Libanin në botën arabe, pra u bë një konvertim. U ra dakord që muslimanët mund të ndërtonin xhamin në vendet katolike, por edhe katolikët romak mund të ndërtonin kisha katolike në vendet
arabe për besimtarët e tyre. Murgu jezuit thot se kardinali Bea na tha në takimet informuese në Vatikan se si muslimanët ashtu dhe katolikët romak ranë dakord të bllokonin dhe shkatronin përpjekjet e armikut të tyre të përbashkët, misionarëve të krishterë që besonin në Ungjil dhe në Bibël në Dhjetën e Vjetër. Përmes këtyre marrëveshjeve, Satani ose Vatikani pengoi fëmijët e Ishmaelit të njihnin shkrimin e shenjtë dhe të vërtetën. Mbi muslimanët ushtroi një kontroll që nga ajatollaut e deri te priftërinjt, murgeshat dhe murgjit islamik. Vatikani organizonte fushata urrejtje midis arabëve, muslimanë dhe hebrejve. Por në fakt, thot Murgu, përpara se të shpallej Islami, arabët dhe hebrejt kishin bashkëjetuar në paqe. Komuniteti islamik e sheh misionarin që beson në Bibël tashmë, thot ai, si një djalë që u sjell helm fëmijëve të Allahut. Kjo shpjegon vitet e shërbesës në ato vende ku pati pak rezultate nga ana e katolikëve. Plani tjetër ishte kontrolli i Islamit ose i besimtarëve muslimanë. Në vitin 1910, Portugalia ishte duke u kthyer në shumicën e saj në bindjet ideologjike në socialiste. Dhe kudo po shfaqeshin flamujt e kuq të revolucionit marksist. Kisha katolike aty po përballej me një problem të madh. Një numër gjithnjë në rritje kishin filluar të bëheshin kundër kishës, sepse marksizmi është ateist dhe nuk pajtohet me besimet monoteiste. Jezuitët donin gjithashtu që Rusia të përfshihej dhe në këtë revolucion dhe u zgjodh një vend pikërisht fshati që quhej Fatima për të shpallur një vizion që mund të luante një rol kyç në tërheqjen e besimtarëve musliman drejt kishës nënë që i kishte krijuar, siç thotë Murgu jezuit. Në vitin 1917 thuhet që shfaqur në fshatin Fatima, që ka emrin e vajzës së Muhamedit, Virgjëresha Mari si një vizion ku njerëzit e kanë parë në qiell. Dhe ajo e ka shpallur veten e saj para turmave të mbushura plot. Si rezultat, socialistët e Portugalisë pësuan një humbje të madhe me ateizmin e tyre dhe njerëzit filluan të besonin përsëri fuqimisht kishën katolike. Katolikët romak në mbar botën filluan të luteshin për konvertimin e Rusisë në katolicizëm dhe jezuitët shpikën shpalljet ose vegimet e Fatimës, të cilat mund t'i kryenin në të gjithë Afrikën mund t'i prapnin të gjithë Afrikën e Veriut, atë që ndodhi, për marrëdhënie më të mira me botën muslimane, sepse ishte zgjedhur dhe emri i vajzës së Muhamedit, vendi ku u shfaq Virgjëresha Mari, dhe pikërisht këto ishin dy gratë më të shenjta sipas Islamit. Arabët në fakt mendonin se nuk ishin duke ndëruar me këtë ngjarje Virgjëreshën Mari, por ishin duke ndëruar vajzën e profetit Muhammed, Fatimën. Si rezultat i vizionit të Fatimës, Papa Piu XII urdhroi ushtrinë naziste që të shtypte Rusinë dhe fen ortodokse dhe ta bënte Rusinë katolike dhe romake. Disa vjet pasi humbi luftën e dytë botërore, Papa Piu XII tronditi botën me vizionin e tij të rem të diellit që vallëzonte për të mbajtur Fatimën në lajme përsëri. Ishte një biznes i shkëlqyer fetar, thotë jezuiti, dhe bota e gëlltiti atë. Nuk është çudi që Papa Piu ishte i vetmi që pa këtë vizion, si rezultat një grup ndjekësish është rritur në një ushtri muslimane në të gjithë botën, duke arritur në përveç miliona katolikëve besnik romak
që ishin të gatshëm të vdisnin për vigjireshën e bekuar dhe një numër i madh myslimanësh të cilët mendonin se ky vegim kishte lidhje me vajzën e Muhamedit. Gjithashtu një përpjekje tjetër që është bërë nga Kisha Katolike për të tërhequr myslimanët drejt Kishës Katolike ishte plagosja e Papës Wojtyla nga një i ri ekstremist Ali Akça, që quhej Akça, të cilin Papa kërkoi që ta falte dhe ky plagosi me disa plumba Papën dhe kur Papa e fali, ai tregoi një mëshirë të lartë për një mysliman dhe kjo i egzaltoi në fakt shumë mysliman të cilët u mbushën me respekt për Papën. Këtu mendojmë që të mbyllim emisionin e parë për këtë temë dhe nesër do të bëjmë një emision tjetër që do të vazhdojmë me këtë subjekt, por me disa elemente të tjerë për ta ezauruar plotësisht thelbin e tij. Dhe njerë kërkoj mirëkuptim nga të gjithë ata që janë besimtarë, qoftë nga katolikët, qoftë nga myslimanët. Këto janë disa informacione të përzgjedhura nga unë dhe për shkak të rëndësisë së tyre të madhe, pa pretenduar që ato janë të vërteta apo jo, sepse nga vetë Vatikani është hedhur poshtë shumë gjëra, siç u thash në fillim të emisionit, për jezuitin Alberto Rivera, se ndoshta ndonjëherë mund të kem bërë ndonjë lapsus, Alberto Rivera, këta kanë deklaruar se Alberto Rivera theksonte që kishte qenë dhe peshkop, në mos gaboj, në Vatikan, dhe kishte qenë brenda mureve të Vatikanit, ku kishte lexuar dhe kishte pasur kontakte me shumë njerëz të rëndësishëm në Vatikan, por dhe ishte rekrutuar në kishën në Spanjë, qysh në moshën 15 vjeç, 17 vjeç, kishte filluar studimet për fen katolike dhe për filozofi. Ai pretendonte se kishte edhe 3 doktoratura në disa universitete të ndryshme amerikane, por ka një velo misteri rreth figurës Alberto Riverës, se mos e thash ndonjëherë para era gabimisht, do më falni, dhe do vazhdojmë me një pjesë tjetër ditën e nesme. Ju kujtoj edhe një herë të gjithë atyre që përtojnë ta ngrejnë gishtin, të bëjnë një klik, një subscribe, dua t'ju kujtoj që është palik, nuk do harxojnë asnjë gjë, vetëm shumë fare pak energji sa të ngrejnë gishtin kështu. Pap, një klik. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe mirupafshim në emisionin e nesëm për këtë çështje.